I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje tamam është. A është tamam? A është mirë? Mirë. Se ti ki kritika këto, Mirë, janë kesa, magni. Po kam shaf më pa mirë atë se jo se. Do këna mirë unë ashtu kështu. Po. Ç'ashtu komi. Faleminderit jeta pa hollët, po. Faleminderit. Po të falenderoj jetën gjithmonë që kujdeset për dukjen ton, kështu thon, po jo është tam. Përshëndetje krejtëve, uroj që keni pas një super weekend. Moti ka qenë i jashtëzakonshëm. Shpresoj që keni shiu diku jashtë në natyrë, e keni përqafu pak natyrën edhe jeni kënaq. Uroj që edhe kjo javë ka me nis mirë për secilin mbare mirë me 17 gradë për ndryshe parafërsisht po e fillojmë edicionin e ditës së sotme të datës 14 prill 2025. Si gjithmonë, unë bashkë me Simin kena më mundu mi ju sjell më të mirën tonë, energjinë tonë më të mirën, pozitivitetin edhe gjithçka tjetër për këto 2 orë sa kena me qenë bashkë. Për ndryshe për juve që jeni në komunikacion, nga ky moment presim bashkëpunimin tuaj me na tregu për pjesët e ngarkuara se ku janë ato në 049 numrin e telefonit në Viber na dërgoni fotot, edhe na informojmë krejt pjesëtarët e tjerë në komunikacion. Ndërsa për telefonata, po e keni prap numrin e njëjtë, mundeni me telefonu edhe në Viber, mundeni me telefonu edhe kështu. Temë ndjeshme sot. Edhe kena një temë shumë interesante, po një temë shumë e mirë. Thash që bën tema për këtë temë. Njerëz gjithmonë kanë ato që nuk ekziston, nuk bëj interes, anë kënej. Unë s'besoj. Edhe për dashnin, edhe për miqsinë, sa herë flitet, njerëzit i kanë ato reagimet e para që jo nuk ekziston, mo nuk ekziston, është tash veç interes, anë kënej. Anë kënej, po e vërtetë. Domethënë për në fakt jo vetëm për miqësi, për dashni, po për gjithçka e kemi atë tendencën me thonë që mo nuk ka që shokon. Ashta për ty jo, po për dikon po. Tash, unë mendoj që kanë ndryshu pak gjërat, jeta pak na ka bo ma ndryshe, jemi pak ma ndryshe, por si të që tjetë, nëse ti je ai që ke qenë gjithmonë, nëse je rrit nga apo të njëjtit prindër nga jo familje, nuk besoj që mundesh me qenë më ndryshe. Kështu që besoj edhe nëse gjeneratat e kaluara kanë pas miqësi të vërteta, edhe na mujna me korë me pas miqësi të vërteta. Kështu që mos u nisni gjithmonë prej asaj që s'ka, se tash do të thonë gjithçka fajin kalojnë internetit. Çfarë tash? Ka ndryshu pak edhe relacioni i miqësisë, po unë mendoj që ekziston. Nëse ju tregojna për shkajnë ato folën e Fiona. Do të marrim përgjigje të ndryshme, nuk do të më thonë ekziston ose jo. Miqësi e vërtet. Po. Se s'pedina është ta njerës për shkajnë ato folën e Fiona i këna i temës. E lash të përfund pak me... Jo, më se lesë, po që njeri po më shuna aty, po thot për shkajnë i të folë. Po që edhe prej pak, durim. Durim. Hajt, edhe njerë... Që më dule edhe një ide për një tem tjetër, sa jemi të durushëm, po? Që, i heq, ja, që aty do më thonë, që aty na kurset lu da me si tema. Na kurset me si, miqësia e vërtet për juve, çka është tani kënej, qysh është keq, që du të pyetje kina mi bovish, për dhe gjëra njerë kongën e parë, që vjen nga Samantha, pastaj po rikthehemi, po ju presim edhe me informatat rreth komunikacionit, edhe me telefonatat. Mos harroni me na tregu për pjesën e ngarkuara, vish kam filluar me arrit informata. Për ditën e sotme, ja dhe telefonata e parë për këtë javë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me kë po e fillojmë javën? E Kremi Piraveçës. Si e Krem, a je mirë? Po mirë, po jo. Mirë. Po flasim sot për miqësitë e vërteta. Çka janë ato sipas secilit prej nesh? Se secili e kemi nga një definicion, që shohim miqësinë, edhe çka dojna me pas tek miqësia, apo vjen ky zot? Ite. E kom lëshu YouTube me kontrollu ashtë okej. Mirë është. Mirë koka. E Krem, tregom ti si e shenjë miqësi të vërtet. Besa sot shumë pak ka miqësi të vërtet. Edhe ti e këti mendimi, ja? Unë jam mendimit, po miqësi e vërtet ka pas viteve të 19, kur s'ka pas interes. Se po mendojnë që s'ka pas atëre interes edhe sot kemi interes. Pa sot kemi interese, sot ka levërdim atë për njeri për biznese, atër nuk ka pas biznese. Dhe më dhëtë është në lidhë si pas e interesi i punës një farë mënyra, që në një aspekt mundet me qenë edhe shumë i keq, se në lidhë interesi me shku për para pak me u zhvillu. Po, Fiona, po për para
qatë fitimin që kemi pas, e kemi nda për bashkë, a sot, jo, sot është gjendje për shumë pak sende dikush edhe me tratu. Me tratu, po. Besoj që atë sim ka qenë edhe qëllimi maj përbashkët. Kemi qenë në fundim edhe e kemi pas krejt vetëm një qëllim e qenë të bashkum kundër regjimit. Tash jemi ma të lirë edhe tash kena fillu me po pak interesat personala. Unë mendoj që ka shoqëni. Nëse e këshyrim nga kjo perspektivë. Po, unë mendoj që ka shoqëni, ka mitësi të vërtet. Edhe nuk do me thonë me pas mitësi me 70 veta, mundosh me pas me 10 veta, mundosh me pas vish me një dhe mjafton, po është e vërtet. Faleminderit. Arsim, po vetë shumë pak. A ju përshëndes e kanë ndonjë. Sa është pak për ty? Sa është pak për ty? 5,5%, a ka metë arsim ajo. Sa janë që da 5%, sa persona janë? Si me ka fjallën sa persona, mund është me i konsideru të ka metë. Unë këtu në Roveqin tem, unë vetëm me 3 persona kam mitësi kështu familjare, me tjerë vetëm të nga tjetër. Që do thotë se egziston. Edhe nësë është vetëm një, mujna me thonë që egziston. Faleminderit shumë. Faleminderit e krem. Kos me ndër, kaloni mirë. Faleminderit shumë. Edhe pse këta po e shojnë atë aspektin që ka ro ai intensiteti i shoqërive të vërteta. Përpara ka pas ose ose unë Fiona nuk e di na se kna jetuat ko. Po, më thonë atër kanë shoqëni ka pas ai që ka pas 50 veta, po edhe atëra u ka në vërtet nuk dihet në ata 50 veta se dikush ta ka lujt. Unë mendoj që ma shumë ka ekzistuar respekti në thonjza si frikë ndaj autoritetit. Qoftë ndaj regjimit që përmenda, në qoftë edhe ndaj krye familjarëve, ka ekzistuar respekti fals, që unë i thëmë, se njerëz janë friksu prej disa personave me bot disa veprime. Edhe kjo mendoj që ka ndryshu, jemi ma të lirë me shprej mendimet tona, me vërtit mendimet tona, po sa i përket mitësis, është një shprej e Big Brother. Unë e përtas mendimin. Jo, të më nëvërvështojnë në mënyrë metaforike. Ej. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Nisa. Ku je Nis? Ku je Nis o je Nis? Kesh të jungu edhe thash që ka bujnë edhe mësë më pas juve në këtë emision, këtë ku. Apo dina me puna i sana lajte. Kur gjos bënit, më thonë mirë një me punë të nesme, atë i kështë që këtu kur gjos. Përna vjen mirë. E Nis, që shë ke pas vikendin? Mirë, vëllar se mirë. Së në Fiona e nashtysh, të qysh po del të më thonë kafe, dillën e s'po del dikun, thash ku me dal? Unë isa për gërmi u ktheva, do më thonë, s'kishe pse më nis. Ka pas kolon, shumë vërtet. Tash mi up 40 minuta me shku, do më thonë, gërmi, veç kolon aty, kur eshe në kolon. Amo ja ka vlejt, se ka qenë edhe për urimi, kështu në thoi za i lodrave, këndit lodrave për fmicim, edhe jenë shumë të bukra, edhe ja vlet me i po. Ishe knoqë edhe ti. S'po di që ka me thonë, po ndëgjova, do më thonë, prej te, prej gentit, po gjatë javës, ma mirë. Po gjatë javës, mua be tjetër. O e Nis? A pianis? A ka miqësi të vërtet për ty? Qysh është miqësia vërtet? Qysh do të me ka një mik i vërtet për ty? Miku i vërtet është që atëherë kur i duhesh me kon aty edhe kur të duhet ti me gjina tina. Po. Ti me kon aty. A ka me shtil në rrethin tënë? Ose a jeti rrethi dikujna në këtë rast? Po arsim. Edhe kam, dhe me thonë, edhe jam për ta. Do më thonë, ka miqësi të vërtet. Si pas të e, ka miqësi të vërtet. Ka, vesh që... Qfar kushte duhet mi pletësu Fiona për me konë, do më thonë, mike e vërtet e jotja? Dhe jo vetëm. Tek une veç një e kam. Mos me më keq përdor. Po ka njerë edhe miku në vërtet e keq përdor, se që ashtu bjem puna, duhet me keq përdor, mi thonë, dil blema që të një farë punë e kam që është po du me nej. Jo, keq përdorim. Jo, nuk është pas përdorim. Kjo po rena, po me rrës, të është taj me kjo. Jo, brese, ka njerë nevojit e me kryra i punë. Po kom qef pak me shtiv edhe me mundze. Nuk është, une mendoj që nuk është taj përdorim. Për shambull, me ta kry një punë, një shka vogël, pse jo, një shërbim, po një shërbim pse jo, nuk është taj përdorim. Une për veti, për shambull, qëtash prej Kosovën, por është si dikush diqka, e kam fjallën, tash kuptohet shoqëri. Po të kuptojmë. Pse jo, nuk është ajo që mua po më përdor. Po më thot ta ma kry një shërbim, pse jo, po qa mundësi, dhe me thonë, e kry, jo, nëse ka, për shembull ka, po edhe, nëse kur t'ja qoj qatë shërbim, që a im porostit, une një shumë atë vogël. Ka diçka që ka atje, s'ka këto? Halo, ka që se që atë në atje, thuj. Po, arsim s'po di, që shtë po thuk. Okej.
Po më vjen mirë. O Enis. Edhe unë nuk e marr për veti që domethënë hajt se po më përdor ju se e njeh njerëz. Se ma erët me ndëgjusin para prakisht që volëm atin dhe s'ka më shoqënit madhe, miqësit madhe, po Jo, ka arsim se edhe po. Unë edhe Fiona kena du më thonë nderin që kena shumë misë si jo, edhe që jeni shumë vërtet që s'na leni asë njerë vetë. Jo, arsim, qyre, edhe para luftës që theti 50 vetë, që shkurt po të thëmë, na jena konë afërsisht 20, jena konë qika dhe djemët një mahollës. Na gjithë i kena ndihmu njoni tjetrit, kena shkute njoni tjetrit, se kena qyra Sa prej tyne i ki alomis? Arsim, gati me gjithë. Do më thonë aloje me ta krejt? Po, kena komunikim, shkojmë, unë kur shkojnë Kosovë, vizitoj gjithë, ata vinë këto. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë, je mrekullueshme. Po ju përshëndes, me një përshëndetje shumë të madhe. Faleminderit shumë, pas një pasditë mrekullueshme. Ki komunikacionat desha me përshëndet Go Plusin. Përshëndet Go Plusin. Po përshëndet lutna. Përshëndet se na vjen edhe pak energji në këto momente. Nishta po me përshëndet përveç faktit që na japin energji dhe shihet mirë me pjetë energjike, do mi përshëndet edhe për lojën e re që kanë fillu, ku kanë mëdhuru 16 se isha 18 Kosovë të Shqipëri. Po lexoj këshire pak, këshire si 16 vetura Avatar 1-2 kam i dhuru Go Plus për 8 në Kosovë, 8 në Shqipëri, për krejt klientët e vetë, kush do që konsumon Go Plus duhet me dërgu ma shumë se 100 kode nga ata ka pakët që i gjeni aty poshtë, edhe me i shkryt të dhënat në lojagoplus.com, kështu website-i ku i një shkruan i kryt dhënat, edhe pse jo me marrë njërën për këtyre veturave janë full elektrike, janë jashtëzakonisht bukra sa i përket modelit, nuk e di tash spesifikisht mi u tregu, por janë jashtëzakonisht. Avatar mu? Avatar. Që kam i thonë tjetra, Avatar. Shkoni Go Plus, konsumoni edhe luani sa më fort. Që tjetra, Fion? Alo? Po, mirë dita! Mirë dita, miku joni nderuar dhe shumë i respektuar. Po, gjithashtu, ju përshëndes edhe ju... Ka disa ditë që si mi dëgjuva tjera, përveç vikendit. S'mo keme marrë lidhjen. A ke provu me marrë lidhjen, se cimi e shepa ka shumë aty kush po telefonon. Jo, shumë ditë s'kom tentue, as kom mujt, e kom pas një parë qashtu. Mirë. Tregom për miqësitë e vërteta, çka mendon ti Batir? A keni ngune e kongën s'gjidhe mirë pun alat zade. Edhe njëherë? Gjidhe mirë kun alat zade. Alat zade së i nismi, e adin rani në bërnisë. Okej. Sa pota pula e qërona, pota miq, pota jarona. Po këtë shpreje po e tim. I kujtojnë të plokut, kër në të ke rrës a gjokut, mikut mirë, kur s'munesh me i dollë haku. Okej, kjo është pjesë e kësaj këngë që vë thuti teksta? E po aje ka përshkruar që mikut mirë s'munesh kur me i dollë haku, dhe vërtet është ashtu. A ki ti miqësit vërteta? Edhe a beson në miqësit vërteta? Kam. Sa? Kam. Të cimit të intereson për shembull sa miq mundesh me i pas për një mend rrethin e ngushtë. Qefja me numra, me ditë. Po, me statistikë. Kam se i kam edhe miqtë e djalit, edhe miqtë e mi. Ha, po më nënë dhe po beso ka miqë. Jo, kohës teme janë vjetër, edhe shok kam, edhe shok që janë miqë, nuk të mirë, që në ditën matë mushtë të ndirnin, të ndalin krah. Okej. Për këta e kemi fjallën, për shokët, për miqtë e ngushtë që i ki që tashë sa vjetë për shembull pranë, që të kanë ndihmu, të kanë gjindë, edhe thjesht e keni dashni bre, keni atë dashnin e përbashkët, pavarësisht sa keni mundësi me ndihmu njëri tjetrit, kanë armiqësia, nuk është bashkë veç të ndihmesa ose të gjithshmëria, thjesht të dashuria. Është gjendje me lënë vetën keq për më ndalë ndihëm. A që kjo është miku i mirë, bravo. Kjo është miqësi e vërtet. Që ajo që ka bova ki, ka di pare, na ka një muë e vetë s'ka pos bëllë. Miqtë e mi dhe më miqtë e mirë ta porositin bukën pat vetë. Po kupton kur del, vish kur të shet. E din që Fiona e ka qef këto për shembull. Pat se patun e porositi, mëse hatani miku i mirë do të me hangër se e ka porositaj.
Kur I bën të veprime të paramenduara kështu, në bazë të preferencës së shokut të së shokit, shoqes apo? Po dhe, ç'ashtu normal. I rrin pak gati, ja pra prim. Unë është më jap djeg sa arsimit. Kur në qësat. Patjetër të përshëndesim shumë, faleminderit, edhe mirë që ki miq të vërtet. Lumturi gjithmonë mirë. Faleminderit. Familja juve gjithmonë paqë gëzim. Familje gjithmonë. Faleminderit Bater, të njëjta durime I kemi edhe për ty. Faleminderit shumë. Tong, faleminderit. E kryva. Pristinaticket.net është operatori më I madh në aeroportin e Prishtinës. Për juve që keni me fluturu në drejtim të Francës, Paris. 17 për shkak. Mirë, po. A mojna me trakone këturim? Për sot po dhume heca. Sot e kena emisionin, kishin çdo të premte dhe të hanën, nëse s'ka bëj kem fluturimet. Drejt Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë dhe Luksemburgut e Ana Sjelltas, I rezervoni biletat te operatori më I madh në aeroportin e Prishtinës, që është pristinaticket.net. Aty I keni krejt informatat për juve që ndoni edhe me kontaktu me telefon, I keni edhe numrat e telefonit për Gjermani, Zvicër dhe Kosovë. Pristinaticket.net. Alo, përshëndetje, e radhës telefonat. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Dëgjuese nga Prishtina. Dëgjuese nga Prishtina. Si e dëgjuese ai mirë si kalon? Mirë, faleminderit. Po ju ajni mirë apo luzne? Zhege ka me ta ditë emnin. E dhe valla gojle mos I. Jo se di se me ditë pa ta thonë se lo. Ja, s'është me rëndësi. Okej, ani s'është problem. So jo me ta ditë pa ta thonë se kisha lënë deri sa bile na e herë kisha thonë. Vetëm nga smupa. Po. Kisha gabuar. Kisha thonë a din se Fiona po thot kështu. Hajde tregom, a ka mitësit e ti, a ka mitësit vërtet, a ki misht vërtet? Ka pos, edhe ka të I redikon, po... Sa është ajo dikon, se që këtë deri dikon? Pse s'ka, nuk jesil ti mira ata me ty? Ka hi gjelozia në mes dy porve dhe I na met 50-50. E pse I e kini shti gjelozin? Qa ka qenë arsyeja që e bo ti gjeloze? Që mësë më kalzo për ata, po për ty tregom? Hajde. Po Allahu se di, njerëz po hike çashtu xhelozia në mesvetë edhe. Po pse bën e xheloze? Çka patën? Çfarë arsye patë ti që u bën e xheloze në meç? Vallahu nuk e di. Te na ta shpejt. Veç janë nisë me xhelozu. Çure këta po shkojnë deti, unë s'po shkoj se çfarë meç as thjerrën as kallzojnë apo pra. Prej dy palëve ka pas xhelozi, domethënë jo vetëm prej njënës palë. Zakonisht kemi tendenca me e akuzuar tjetrin. Ska shans. Normal sonë. Kur jem puna nuk e vaj veç vetën të mira ato të kesh, po ka hi gjelozia në 50-50. Hajde na ashta po dëgjojnë ato mikët. Pa mund është pak kështu, sipërfaqësisht më ndra tregu që çka ka qenë pyetja ajo gjelozia nga ana jote. S'po don më çik. Ja, pelojda tjera herë, por si po nuk është diçka e keqe, nuk është diçka e keqe, se edhe gjelozia deri në një farmase, në një farë mënyre nuk është edhe shumë e dëmshme. Po unë jam me ditun e Fiona mos më bësh ato të njëjtën që ke bëu ti. Na jep edhe mesazh mirë neve, një mësim. Po kishe që arsime ka bleni kërtë mirë, ona jo e... Qështë e njëjtë u kon Fiona, njëjtë u kon Fiona, nisi me xhelozu, vish kur e pash edhe këto në Toyota. Ja e mora Toyota, ja me Toyotën e pa Toyota, edhe kur e pash këto dul me Toyota. Bravo. Nëse kjo është xhelozi shumë e mirë, faleminderit. Që kjo është xhelozi shumë e mirë. Unë I duq do xhelozia kur unë Fionën e xhelozoj për me diçka me arrit. Po, nëse unë luftoj që me arrit ato, po që po m'pëlqen te. Po, pa e dëmtu marrëdhënien tonë. Po te çfarë do të them? Pa e dëmtu respektin që e kena, pa e dëmtu shoqëninë. Po në momentin që dëmtoj ose kish për dëmton nëse kjo e bleti Toyota i ka 10 vjet garancën, s'ka mundësi me dëmtu hiç. Shkoni edhe jo që doni me shtin xhelozi me të juj te Toyota edhe kështu ne po Yaris Crossin, mos harroni me shku me pa Yaris Crossin, Fion ishin të ngjyrat mrekullueshme, por ndryshe keni edhe si e gjarin aty brenda, dhe shumë modele të tjera me 10 vite garancion edhe 3 vjet asistencë rrugore në krejt Evropën. Alo, përshëndetje. Pas ka shku çe Viber. Alo Viber, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Faiki për Gjermani si gjithmonë. Hajde Faiku si gjithmonë, si jeni? Mirë ju, me juve, shumë mirë me juve. Qysh e sheti mitësinë e vërtet, Faik? Qysh e kështë përshkrujt? Mitësinë e vërtet e përshkruj një njeri nëse ka respekt për t'i shkon gjithmonë edhe nuk tradhton, ajo është mitësi shumë e fortë, sipas mendimit tam. Okej. Domethënë një njeri që I ki shumë besën tonë, edhe domethënë besa është pe krejt vetë domethënë se ki një besë me dikon,
është në miqësi e mirë. Mirë, po kur mundet me u shkëput ose më thyj ajo besë, çka ndodh tani? Aja besë, nëse prishet që aja besë në herë mos s'ka, su kur një buku të thejet mo në kopë, që aja është problemi. Da më thonë që po besë, nuk kam përpara, kam para 20-30 vite po, se tash nuk bëmi nëzon besë gjithkujna, me të vërtet. Nuk ka si përpara. Nuk është përpara, dhe ti mendon që ka ndryshu edhe mitësit? Ka ndryshu, rajnësish ka ndryshu. Me të vërtet. A ki me shtafërt? Kom me shtafer. Sa është ai rreth jot i ngushtë? Nga sa persona përbëhet? Me të vërtet jam i kënaqur. Si nga unë e çu, që si nga unë e them domthon kemi respekt ndër sjell. Qysh, pse po e bëshin këtu shoqen se s'po kuptoj? Po mendon mes kështu në familjar, po mendon të mes po. Familjar, na kemi edhe familjar të shoqës të grus po, këto që janë, domthon jemi shoqë. Domethënë në rreth domethënë e keni një shoqëri të përbashkët edhe ti dhe gruaja jote. Okej. Po, me vërtet është domethënë në sinqeritet shumë i ndërsjell dhe shumë i mirë domethënë, po shumë i shnush. Mirë, vjen mirë. Domethënë vjen teoria që s'ka shoqëni të vërtetë. Me të vërtet. Se na po fillojnë me thonë që s'ka, ka ndryshu, krejt tani kur po ju pyesun a ka shoqëri, ju po thoni që krejt keni miq të vërtetë. Kemi, domethënë se largohet pak njëri pe rrethit ngush, domethënë jem shumë të rrallë. Çasha e zhmë. Po na vjen më shumë fajet, mjafton. Tani ata janë shok. 4-5 ballën për mendimin tim. Koleg, bashkëpunëtor. 15 shok të ngushtë, më nësh me i pas. Ja, s'është me pas. Ma mirë me pas një ose dy të vërtet. Se 15-20 që zdrin sa. Për shok të kafes, të një pushimit, një daljes, një diçka, po, ose të interesit besa dhe krejt kena me që kur vjen puna për diçka e dim që arsimi mundet me ngry punë për këtë punë, shembull. Ja, interes, domthon interesi shumë i madh, dhe vërtet është ajo. Edhe nga unë rrethit ngushtë, domthon, po një shumë interesji, e veç interesin e qyrë nëse ka diçka për meje, domthon që ka dhe të tillë, nuk bën mu për jashtu. Ka dhe të tillë. Ja, nuk bën për jashtu. Ka të mirë edhe ka të atë pa ndryshim. Faleminderit shumë, faleminderit Fajk. Kalofshi mirë, një ditë mirë. Gjithashtu. E miku jon më i mirë, edhe në pranverë, edhe në vjeshtë, edhe në dimër, edhe në verë është Bruno. Klimat nga Bruno i kena miq të vërtet për një me, për shkak të kualitetit që e kanë edhe garancionit prej 5 vjetësh. Kështu që nëse doni ngrohje, ftoje, pastrim të ajrit, largimin e alergjenëve dhe çka do tjetër, merreni klimën Bruno, e keni nëpër krejt Kosovën në çdo dyqan ku shiten klimat. Kështu që merreni më të mirën, një mik të vërtet, ha? Bili për 5 vjetësim. Po, veç edhe më mundu me na dhon edhe këto, përgjigjen po konkrete se. Kemi jo tanimisht, po me dhon. Është një temë që më në shpak me i hy lugave që dojmë na, po... Po me dosht se cilës, po qisojnë, alë më thonë, une ja kom mish të vërtet, ja s'kom mish të vërtet, do më thonë, ja mu i me pos një shok shoqe të vërtet, që do më thonë i besoj, një mik të vërtet, që më thonë... A beson ti mu? Hetë se mu si beson, kore këshyrë kështu... Alo, përshëndetje, Mustina Mashel, po. Alo. Menderime ju të të mjetë. Kush po na jep ndërime këtu? Astriti për Stuttgart. Ku je Astrit? Çka jetu bo atje në Stuttgart? Çka jetu bo atje në Stuttgart, Astrit? Po vetëm tonight, në jashtë veshërrime dhe po. Edhe na këtu njëjtë, domethënë veshërina dhe po. Ne rrinë në studio. Po na mojnë këta atje ashtë, që po rrinë atje. Ç'është bënaj gore? Sa buket. Po Astrit, ç'është Stuttgarti vetë se kena pa moti me fionën. Mirë është jashtëzakonisht mirë. A shkoha mirë? Po ja bëj ftesë zyrtare, hajde edhe ti edhe fiona. Po faleminderit shumë. Është koha me diell. Besoj kom shumë domesh atje edhe po duam i përshëndet ata Kosova Drita, klubin e futbollit Kosova Drita, që është në Stuttgart. Se i kam shumë miq, edhe shumë shpesh i marr atje ku marr pjesë, edhe në turnirin që mat, është ai turniri që mat prej këtë klubeve, ku përmend sa herë është shumë interesant që mbledhen shqiptarët atje, edhe bëhet një turnir shumë i mirë. Edhe Kosova e Bernauzenit është një prej atyre, sikur si Drita, që janë afër Stuttgartit. Ekipet mira është edhe tjetra në Ludwigsburg. Po edhin mirë, Kosova Drita është në Ludwigsburg, sakt. Po, ajo është në Ludwigsburg, po. E mvera pishet qysh, po, dolëm dikon. Hajde tregom Astrid ti për shoqërinë e vërtet, për miqësinë e vërtet. A ki miq të vërtet ti? Po, unë kam miq të vërtet, mirë, për me ata miq i kam kalu, e kam hongër një peskry. Po, dhe se su ne bën mik bash. Absolutisht. Duhet kaloj 25 vite për me i thonë dikuj që e ki mik të mirë, mik të vërtet, mik të shpirtit. Mëse arro 25 vite, për ndryshe jo, me njerë mas një 5-6 mujve ose 5-6 ditëve, me thonë e kam një mik, e kam një shok të shpirtit është e pamundshme. Duhet pa tjetër me i kalu një periudhë.
ti mundesh me pas shok, edhe shok shpirtit, po do më thonë mitësia është më e madhe se shoqënia, unë mendoj. Absolut. Mundesh me pas se mitësia e aty edhe familja pak e aty zhenohet pak rrethi. Shumë e vërtet. Unë i kam 2 miq, e kam Lën Karricën edhe Homs Agaj, 2, do thot miq 25 vite. Kam edhe tjerë, po miq kështu tamam që me ta janë këta 2 që një kohë gjatë me ta. Aja beson kartelën e bankës. Me emën me mbjemën i përmena me shëllim. Shumë mirë kjo. Që pirë të tregon kështu tamam me kanë ka, jo vetëm mirë, po a disa e mirë ke arsim të edhe Fiona kur e thatë ambeson ti mu dhe a ki mitësiti me mu. Se na jena kolegë me Fionën që 8 vite, po do me thonë kemi ndo minimum 7 orë 6 orë në ditje, zbashku. Edhe tezët po edhe halët edhe tezët unë hala s'këm, kjo i ka ndo me mu. Ka thonë që po ta jepi një hala, po kupton. Edhe po, unë e kom tezë pak ma shumë, vish një që e kom osatri, edhe i kom thonë që po ta jepi vish gjysën e sajna. A po kupton, i kina ndo senët. Tho mira, po e shet. Që po ta jepi vish një shambët që ka është mitësia e vërtet. Mos të morin ato si po i bëj reklamën, po me të vërtet është ashtu. Mitësia e vërtet është për shembull e ish presidentit Begjet Paculli. Me 2 shtete që na kanë njoft shtat. Mos harro, jo që kam ndonjë simpati për të asë. Po do të thonë për hatër të mitësisë e bën edhe një çast i gjaje. Bravo. Për hatër të mitësisë shumë të madhe me te. Dikon ndoshta mbi 20 vite. Ka arritën me orë deri te ajo që më na njoft dikush. Në këtë mënyrë njihen edhe miqët. Do thotë nëse ti një kohë gjatë me Fionën 8 vite atë, 7 vite, edhe tash nesër nëse me Fionën i kërkon diçka, ti është vetëm në atë aspektin miqësor që je mik me te, edhe e ke besimin. Për ndryshe, harreje nëse ti me dikon sot rrinë edhe nesër i thu e kam, unë zakonisht nuk tham kur që kam shok, se shok me i thonë është ti mundesh me pas shok e shoqet punës, të shkollës, një po mik me pas është me vërtet është snit. Faleminderit o Astrid Djali, edhe nëse na vina në Stuttgart, unë po të premtoj që shtu kam e tarujt numrin. Po, kam e tarujt numrin, edhe se që aty ta evoluosim me mitësinë. I kam po. Va, që e kopi kullë me nërë Fionën. Po, se të kopi kullë atje. Pa, qka? Fiona, që po e thiri agjensionin, po ta rezervoj ty edhe ja, s'ka nevoj, na e kena Prishtina tiketën që për kujdeshët për këtë farë pune, nuk ka nevoj kërkosh me boat fargjesti, edhe na me Fionën është që sa muj, që do më thone diskutojna për me gjetë një qytet të Evropës, ku mundemi me ardhë me realizu një emision, po që kishim pas shef, mos m'ju marë ko juve, po me gjetë një dit caktume, jena tu e menu cila ka me qena jo, edhe mi pas që aty ofër me realizu një emision zbashku, edhe tu shpresu që kina me gjithë na i fardite kur ka me pas na i aktivitet prej juve atje që organizoni, qyshe përmena edhe klubin e Kosova Dritës që do me thone organizon që turnirin që është shumë interesant për me qenë pjesë, po edhe ka shumë aktivitete në diaspor, qa kish me qenë mirë ka njere kur t'kine që si aktivitete në qitë numër me na shkru në Viber, edhe na nëse kemi kohë dhe mundësi, kina me orë mju vizitu edhe mju përkra. Qysh ka bo edhe një dëgjus që na ka shkru një dit, po është Gjevati, nga Suedia, se nashtaj besën që na nuk e kina këshyr, mesazhin e kina këshyr, vish kina me tu përgjit shumë shpejt. Kështu që është e njëjta edhe për juve dhe për secilin vend të Evropës se kena qef me orë mju vizitu, shumë mirë që u bo mundësia tash për me orë mju vizitu pa pas nevoj me prit para ambasadave. Shumë e vërtet. Përshëndesim. Faleminderit, përshëndesim. Se të me shkute në Albi Mallo e Fion. Okej, po shkojmë me po nuk shkohet dur thot te kë. Jo, nuk do të më shkoj. Do të më shkoj diçka më marr. Okej, po shkojmë deri në Albi dhe mandej kena më rikthyer. Nëse kemi Rubinin atje në Albi ku edhe kena me këshyr për stolit veçantatarit edhe diamantit, kena në katin e dytë, edhe ju që doni me shku tash prilli është muaji i ditëlindjeve, kështu që shkoni zgjidhni diçka të bukur. Mandej kam më rikthyer, ju tregu diçka shumë interesant, kështu që mos u largoni.
978 dajt parin e lëshova tonin për çata u habita, kështu me preki këto temë ne s'di që jam kof mu. Ju që jeni në komunikacion ju tregojmë se ka kolon nga aeroporti i Prishtinës nga Slatina, po me vazhdu tutje. E ngarkuar, çështu merrni informat. E ngarkuar është qasja e rrethit Çaglavicës në drejtim të Prishtinës, pra përmjet qas rrethit Çaglavicës me kolon. Nga lart Veternikut kolon deri tek rrethi i ambasadës, pastaj nga fshati Shkapaj kolon deri tek rrethi poshtë Veternikut. Këto janë rrugët më të ngarkuara për momentin, domethënë që kanë mas shumë ti kolon. E për juve që doni mi marr derivatet më të mira me çmimet më të mira tek Petrol Company në fushë Kosovë, që keni euro dizelin 1.18, benzinën 1.18 për litër, ndërsa ju që jeni në drejtim PS, Mbresje. Si të kaloni fushë Kosovë, naleni e pini një kafe, edhe rimbushni makinën me derivate aty te Petrol Company, sepse keni euro dizelin 1.18 dhe benzinën vetëm 1.18 për litër. Po e presim tjetrën telefonat 049-978-978 është numri unë i telefonit, çka i bona. Ç'se? Mos harroni, jemi edhe në YouTube live në këto momente, edhe në Kuanet, në portalin e Kuanet, edhe aty mundeni me na dëgju live në këto momente, edhe emisionin pastaj keni me pas të postuar në YouTube në kanalin ton Glam Radio 886 FM. Kështu na gjeni në YouTube, edhe në Instagram, edhe në Facebook, ju pres të na bëni like. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Ciao ushi. Po si e qaush, qa është kjo hyrje kështu e letë? Valaj. I të qetë sot, që ka pëndodh? Pyetja është e shtirë. Ka djek paga? Pyetja është shumë e shtirë. Hajde të rëgam ti që shështë e misësin e vërtet. Misësin e vërtet e shemë në qëmë se ti i e vërtet edhe të një të vërtet, po duhet me lypë kësa shumë se kam të shu e zinja njerëz, po kashës një, unë e pe i 1990 e kam një shok në të njës, unë e lapit jam, e kam shok për të njëse, edhe kush si prishëm punë me ta. Nuk ka ndodhë asë njerë me pas ndo një idhnim kështu serios, se këto përleshjet e diskutimet, ato e normale. Pak, po. To të se është misësinë se ta bëj rafsh. A mu kur thyet fjala, kur thyet zemra për shembull, çfarë është pak problem. Aty kalon në histori për ja ka dhej, e këtë donën e ja bojnë aty në shuar bojnë mos pidojnë. Mas 3-4 ditë bojnë bashkë, asë një si thujnë dhe zebrenja, edhe aj si thët kur kush, e te vëzër të marroft, po të kësi shuar pas në pas. Asë një se qunë ma ti cigarën goj, e tjetëri më marrën cigarën. A më në këtë rast mendoj që ata e në të regu mishë dë vërtet. E ka respektu vendimin e shokut, edhe nuk ka ndash me i bo presion, ose me aprish... Me aprish Terezin. Po a i men që si s'ke shprit, a i men e ka ves. Po dhe po a e ka pos, tjetër ko një nga dhim të ati. Okej, ti beson që ka miqësi të vërteta, edhe ki miq të vërtet. Ka. Mirë shumë, faleminderit qa është, përshëndes shumë. Unë ju përshëndes shumë. Hajde të përshëndes dhe mjenë mirë. Unë personalisht si mdeshta me thonë fillim që besoj në miqësi të vërteta, edhe pse kom pas shumë zhgënjime, realisht, kom pas shumë zhgënjime nga personat që i kom konsideru miq të vërtet, por prap mendoj që ekzistojnë. Nëse jo te unë, ka me ekzistu te dikush tjetër. Që ta s'po ma dojnë, se nëse unë jam zhgënjy, nuk kom pas fat për shembull në miqësi të vërteta, nuk do më thonë që arsimi nuk ka miq të vërtet. Na shta faji është e unë, se unë s'po di me kanë me ki mirë me ata, s'po di mu për shtat, mund me kanë edhe faji. Po, shpesh nuk e drejtojmë gishtin nga vetja, nuk e shohim gabimet tona, gjithmonë presim që tjetri ka gabu ose mendojmë që tjetri ka gabu, kur realisht ndoshta ti ai iniciatori që ke gabu, fillimisht, po nejse ai është tjetër temë. Po ka mëremisht vërteta, ka dashuri të vërteta, ka dashuri shikim të parë, shikim dytë, shikim dhjetë. Domethënë gjithçka ka tash pse na nuk i përjetojmë, nuk më thonë që tjetër kush është i përjetu. Sigur më thonë nuk ka luftë në botë për momentin. Jo ka, pse këtu s'ka dikun tjetër ka. Kështu që ju tregoj diçka interesant. Hajde. Tani Fiona e vazhdon pjesën tjetër, se këtu do të tregu diçka. Për juve që dëni me u knaqë në këtë pranverë dhe verë, edhe dëni me shiu natyrën, përvec se mi ju i kolonave, se bedi që e kanë gjeti laqin e kolonës, që ngërmi për shambull që përmendet e kolonë shumë ka pas. Kam ke mujt me ikë, po përvec asojna me shiu dhe natyrën atje, me u knaqë, me shka mund është me shiu me një motar. Më thonë se më vetur më ndosh e krejt, po adin motorit e apat në djenin e mirë, nalësh ku dush, e shien që dush. Dhe që ka bo Venturo Motors si ka sjell shumë modelet motorve, prej Vespës, e tutje për ata që e dojnë adrenalinën,
mundeni me shku me boz zgjedhje, po na ju propozojna me shku me pa Vespën sepse është një super motor, edhe keni për vetëm €1.80, €1.70 në ditë, domethënë keni me pagu për me u bë me një Vesp 300 te Ventoro Motors që është tek Automita. E Fiona dashti më ashtu që tha. Po është diku një status, dikush e kish postu një Vespën e tij në fakt që i kish bën nuk e di sa mi kilometra, duke treguar që ka një jetë gjatësi Vespat, pavarësisht që janë ndoshta me kubikazh të vogël, por për mënyra që është ndërtuar edhe motorin, si më tha që kanë shumë të fortë, edhe mbijetojnë për shumë vjet mundesh me pas Vespën. Kështu që mos mendoni që është thjesht një mjet i vogël sa me kalu kohën ose me i kolonës, por për me kam ju krypun, kam ju shërby për shumë vjet kam qenë miku juaj më i mirë, për këtë jam shumë e sigurt. Edhe me mëzis për e prasa ato të kuqen këto. Alo. Nëse do të ndodhë. Përshëndetje. Sorry. Përshëndetje. Sorry. Këni posta, Allah i kovi, në me pranu, të gjirane dhe shpeshin, sa, Allah i kovi. Ka dalë se së të morën vesh kur gjatë, më thonë. Shka s'kena pranu për parim? Edhe ma ka dalë pak. Tash, për kësër vëtën në nejtën rjetë, që më rëzmumërës ato... Jo, për parim, kjo është tem tjetër që e kum tregu se ndodha, jo, u vjetru. Vish nëse dënë më nëshmu përgjish për pyetjen që e kena për ditën e sot, me na kallzu për miqësinë e vërtet. Pyetja është miqësia e vërtet. S'është pse linja është në zonë. Miqësia e vërtet. A ki miqë vërtet ti? Po, shumë ishkam vërtet. Do më thonë ti beson në miqësit vërtet. A jetë ti mik i vërtet i dikujna? Po. Më thonë dikush mundet me llogaritin miqësinë tone. Sa miq vërtet i ki? Jo shok, s'po thon shok. Miq. Po për miq vërtet, shpëtia vënë dhe kulet më javën për një vërtet apo se vërtet. Tash marrët mik i vërtet hap kartelën. Po, okay, do më thonë ti beson miq vërtet edhe ki miq vërtet. Po, se kjo tregon do më thonë që dhe ti je një djalë shumë i mirë. Faleminderit shumë që na ke thirrur dhe po të përshëndesim shumë. Me pas një pasditë mrekullueshme. Puna e telefonatave se s'dashta derisa ke lidhje. Po, veç i marrim 2 telefonata, ju bjen me prit pak në linje, edhe e di që tash muj 2 javë më herë me i marr. Derisa kem tu fol me përparimin, ka qenë lidhje tu prit telefonata tjetër që është. Alo. Tash s'po do me fol. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, i nderuar. Jos në telefon. Hajde Jos, a je mirë? Këtu është i në 6. Mirë. Që shkalove këtë weekend? Ta shohë një fëta, ja se kum pa alo. E këshyrim tani në pjesën e dytë. Jos, a beson ti në miqësitë e vërteta? Qyshe përkufizon miqësinë e vërtet? Aj, qyre për nëse ti e vërtet, po s'ka atë mik, ka dhe mik vërtet. Po ndoshta edhe dytë pa vërtet, mujnë mu bu bashkë edhe ju shkon miqësia. Me thashë të thëme me... Po ta e mune... E gjenë se cili vetën. Qyre, na të lypi ata të vërtetin. Nëse me vërtet je vërtet, ata ka edhe të vërtet, pse mos po pas me vërtet. Unë e kam, jashtëzakonisht vërtet. A mendon Jos që shumë shpesh pa aftësia jon për me pranu tjetrin qysh është pengesë me kriju marrëdhënie të sinqerta? Se gjithmonë presim tjetri me pas diçka më ndryshe që na pëlqen neve. Jo, nashti ka një herë e qesim interesin me të tjetë, kur s'ka ven ati interesi, absolutisht muj mos me qit, e qesim atër e hupim bikin e vërtet. Okej, ti mendojmë pra që është çështje interesi, nëse nuk mund e dikush me kriju marrëdhënie miqësore. Sa i përket mikit vërtet, unë e kom një shok që e ka edhe ai, që unë nuk jam qashe aftë me bank me punu më sen, shok e kom, edhe ai e ka kontinu me mundet çdo gjë me pagu për i bank seme, edhe i besoj. Faleminderit shumë që na tregove. Teri shtos na ka ormicia mua e Fionës. Jo, bash desh aty po. Desh aty. Jo, ndodh kanë herë, po kanë ndodh kanë herë. Që merr kartelën ta. Po, pas kanë ndodh. Nëse faktikisht edhe ka të regjistruar aty, ajo se po va diçka, nëse do që unë më një herë ka. Pa, përshe unë prapë du me dalte ajo që miqësitë e mira, miqësitë e shëndosha, e kanë edhe interesin mes. Interesin e shëndosh edhe xhelezin e shëndosh. Është e mira ajo po. Nëse cimi është i mirë në pjesën teknike, unë patjetër se sot mas nesër kam i kërku ndihmë cimit për me ndihmu diçka në aspektin teknik, edhe ndoshta jo një herë po 10 herë ndoshta kam e shfrytzuar për këtë pjesë. Edhe cimi nëse unë punoj në radio edhe cimi punon dikun tjetër, kam e më shfrytzu mu për interesat e ti përmes lexoma një reklam. Po, lexoma këto, bëma ato, diçka do me thonë e shfrytëzojmë njëri tjetrin në kuadër të shoqërisë së vërtet. Absolut, pa e ka të mirë në vetë. Po normal, se na kështu e zhvillojmë njëri tjetrin, i ndihmojmë njëri tjetrit edhe ecim përpara. Ai më patjetër të mëzot këtë që shfal njëjtë. Faleminderit Jos, përshëndes shumë.
organizoni çata se fol më parë dikun me boni emision se nuk keni lagë. Vishëm të këshir sa me bo hyrjen, atë kështu që ato e vendu. Me hyrje me bo 3 euro bileta. Ose po shoh kësi organizime, po, interesant, po. Jo, aty s'është. Shkumi ta ku mesht edhe më javë bo me hyrje. Kështu që hajde tash po ju javë kum bo organizimin, hajde tash paguni hyrje. Se ka me knu filania. Kuj që seq, ka me po fionën. Jo bre, ajo s'vjen shprehje. Apo mendojnë ajo me bo diçka interesant, mu taku me një vend bashkë me juve diku ku secili për juve ka me pas mundësi me ardh normal. Ama kena me javë kushtu janë 5 emisione, një javë. Ta shohim çish po shkon. Diçka ju ndihmojmë. Jo mos ka nevojë me na ndihmu shkoan te gjona. Jo, veç prezenca juaj aty për një vesh të boll. Ha, çike ku kanë ndihma kryesore. Çajo është ndihma kryesore që mund të jo, që s'u vjen me kamion s'pranojna me Imrana. Po as me kamion ti bie, kamion po çu zvi për dyja. I merr krejt kolegë. Kolegë të firmës i merr. Faleminderit për shëndes. Atë tong vetë. Hajde tong po dhe na ide nëse keni pse jo, na diçka interesante që e dini që mujna me realizuar atje, me na tregu se na prej këtu s'mujna me ditë. Elza Home është në Çagllavicu në Stadium Kon. Edhe më thonë poshtë shumë mirë është. Më thonë keni farë konde aty për shtëpi kështu fion. Po i kish pas ngjyrën e mirë, po kish qenë komod, i rahatshëm. Anë e kënej, domethënë krejt mirat, veç i vyk e vani ku me qit. Për juve që e keni venin, shkoni te Elza Home edhe kish super çmime, plus mundeni me shkuni atash bedding nëse keni probleme me qafë me gjetat dyshekun më të mirë për me ushtrim mas mirë. Tek Elza Home në Çagllavic, Elza Home Kosovë. Për ja thash bedding. Po çysh mos më fol. Po para më sa shkon aty. Po, ja bëj domethënë një fal dërimi të eshtrave, a ka mundësi me kishte pe provoj, viç bërmallën një çebe, shiun pak më vonë. Mos u mrre këtu asaj shikë, sa të ndil poshtë se ekip un lemu, s'm do të çështu me provu. Jashtëkorsor tu ka ndërprer domethënë, peshë që e ke marr lidhjen po reconnecting po e çet, edhe po më vjen shumë keq, që po duhet me ndërprer, po besoj që e kupton këto jashtëkorsori, se domethënë ndodh aty, edhe pres me na thirr prap, sa i përket komunikacionit, fion. Çfarë për dekreti i Çagllavicës është pjesë e rikushimi pranveror, tash është ndoshta pak më ka ora 4-5 kur shon fëmijët që aty besoj që ka më pas më shumë çarkullim. Alo, telefonata. Le të bëj se kesh tu kallzu për kolon edhe pak do të më vazhdo. Çfarë për dekreti i Çagllavicës shumë kolon, pjesa e veternikut shumë kolon, po shihet deri tek ambasada e Amerikës fion. Po, kolon e gjatë që ka. Pastaj e ngarkuar është rruga Gim Ramadani për tek udhkryqi i Menzës, vazhdon kolona deri tek Lagja Lakrishte. Hyrja në Prishtinë me kolon nga kazerma Demjashari deri tek udhkryqi i Menzës atje. Dhe në Fush Kosova nga zona industriale kolon deri tek rrethi i Fush Kosovës. Këto janë domethënë informatat që kanë arritur në këto momente, po vazhdojmë po presim edhe informata tjera. Çfarë kesh? Na le mos kiç kam nol, çish me nol ti aty sa koloni është. Besoj që me gjendjen e Prishtinës u zhbohet në ora 4, edhe pse më herës ora 4, mund është 2 orë lirisht me majt një mision pa ndërprer, veç me kallzu ku jam pjesë ngarkuar. Domethënë çaq që është e bukur Prishtina. Alo. Gugu. Gugu. Alo. Alo. Gugu. Sa e mirë. Alo, telefonata. Alo, mirë dita. Mirë dita, kush na përshëndet? Abdullah Parduzi nga Vushtria. Abdullah, pas më kalu krejt minutat, se shtash peshom ka shu jashtëkorsori u krye emisioni këshireorën, do më thonë jashtëkorsori është më tregu. A ka miqësi të vërtet, po jo? Po jo, shpejt. Ko që shko misione kom miqësi të vërtet, ata që i kanë dëshime të one që janë dësueshme dhe vetëm i dësueshëm, e njeriu në lëson gjatë kohës, me kalimin e kohës, dhe çfarë njerëz kush është miku i mirë kush i kesh. Çat thesin me kryp që e përmeni dikush. Shumë faleminderit se këta veç kur tu të shtin dorën këta këtë vështum qesë. Po më ta bëni pyetje, apo më ta bëni pyetje. Jo s'kena kohë, veç mund të më shkruan Viber edhe pa tu përgjigj, nuk e la, për ndryshe duam ju falenderoj shumë për përgjigjet që i keni dhënë, ma gjatë sot ma pak telefonata apo çashtu ka tema. Nesër të njëjtën kohë, prej orës 16 ju presim deri atëherë, paqit plot shëndet. Faleminderit të gjithëve, uroj që keni kaluar mirë edhe sot. Vazhdoni me qëndru me Glamin, jemi bashkë edhe për një orë tjetër përmes Glam Radios, frekuencat tona. Tung tung.